أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet e panumërta janë për krijuesin ton dhe krijuesin e gjithësisë Allahun subhanahu wa ta'ala. Salatë dhe selamat, përshëndetje dhe duat tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin e Abdullahut, familjen e tij të pastërt, shokët, sahabët e tij të ndershëm, të cilët ishin të kënaqur me Zotin e tyre dhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe i dërguami ishte i kënaqur me ta, si dhe salatë dhe selamat jenë për gjithë pasust e fjalës Allahut dhe sunetit Muhammedit alayhi salatu wasalam deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, inshallah sonte jemi në takimin të dytë tonin, ku jemi duke fol në lidhje me natën e varrit apo jetën në Varreza. Çdo shpirt s'ka dyshim se do ta shijojë vdekjen. Dhe pas vdekjes do të del para Allah subhanahu wa ta'ala dhe do të jepë llogari. Po deri në ditën e gjykimit, periudha mes caktimit të përfundimit të kësaj jete në të cilën ne jetojmë botës materiale dhe fillimit të jetës së mëshueshme të botës ahiretit, në këtë periudhë shpirtrat tu bohen në një botë që quhet botë e berzahut. Dhe ajo botë është e padukshme për syrin ton fizik, por njohurit për atë botë i marrim prej ajeteve dhe prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur që do të mundohemi sonte të japim argumentin nga ajetet e Kur'anit edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se shijohet kënaqësit, po edhe shijohen azab dhe dënime në Varreza. Edhe pse syni thash yni nuk e kap, nuk e percepton, por moskapja e synit të gjërave apo e veshit nuk është argument për mos ekzistimin aty në gjanave. Syni ynë nuk i sheh edhe valët që emetohen në për telefona, valët e internetit, valët e televizionit, valët e radios, për askush nuk i mohon ekzistimin e aty në radiovalve. Veshi nuk dëgjon zonat të caktuar të insekteve që janë, por askush nuk e mohon se ato merren vesh edhe se bisedojnë ndërmjet vete, për arsye se Allah subhanahu wa taala na e ka caktuar neve një nivel të decibelazhës se sa dëgjojmë mas nalti dhe sa dëgjojmë më së ulti. Ne kemi zona të cilët janë të pakapshëm për veshin ton, se është tet i lartë, po edhe ka shumë zëra për rreth nesh të cilët janë shumë të ulët dhe veshi ynë nuk i kap dhe falenderojmë Allahun Teala që nuk i kap. Për arsye se po të kishe kap syni apo veshi çdo send që ekziston për rreth nesh, atëherë neve çfarë kishim me bë? S'kishim me pa pamjen e mirë të njerëzve për cilët kemi obligime ndaj tyre, sikur që është prindi, bashkëshortja, fëmiu, dietari, apo fëqini, koshia, apo njerëzit në përgjithësi. Me pa çdo send që ekziston. Me i pa, ke pa në herë syni nuk i sheh pluhnin, por kur i mshon në herë prej dritarës dilli, se sa pluhni është në dhamë habitet njeriu, se sa gjallësa janë për rreth tij, edhe pse syni i këtij nuk i ka kap derisa ka ardhur reflektimi i dritës nga jashtë, apo nëse merr me mikroskop me zmadhues dhe sheh në dorë tonë sa miliarda mikrobe që ndrojnë, çuditet njëri me imunitetin e trupit të tij. Do thotë, pse ne nuk e shohim një send, kjo s'do të thotë se nuk ekziston ai send, nuk është argument për mos ekzistimin e një sendit. Po të kishte kap vesh ynë gjitha gjëra që dëgjohen, atëherë do të ishte trënuar njëri.
Këtë insektet mingut. Qa kështë ndodhë me dëgjumit ta? Si do të kishim arrit me dëgju ata që jemi të obligu me dëgju fjallën e tyne. Prandaj, alhamdulillah, që Allahu Teala na ka kriju në formën më të përsosur, sikur që ka thonë, khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e kam kriju njeriun, e kemi kriju njeriun në formën më të mirë, ahsan, më të mirë. Dhe alhamdulillah që jemi kështu, e që tash, nëse une për gjanat normale të dynjas, që nuk për i shof, për i pranoj se ato egzistojnë, kur vjen çështje për çështjet që na i ka treguar Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e sheh njërin që nuk beson në Zotin, mundohet ti mohoja ato me argumentin e shqisave të tij, të pamorit apo të dëgjumit apo të prekjes apo cilin do lloj shqis tjetër që e posedon. Pse ky nuk mundet diçka me përjetu, kjo nuk është argument se nuk ekziston. Për shembull, pse shurdha s'mund me ndëgju njërin që flet, për shurdha nuk është argument se unë s'jam të fol. Pse qorri nuk mundet me e pa njërin, kjo nuk është argument se ai nuk ekziston. Do thotë ne argumente logjike mund të japim sa dojmë, por ne jemi këtu për të thënë atë çfarë na e ka thënë Zoti ynë dhe çfarë na e ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, pejgamberi Allahu Teala e dërguar tek ne, që me e dim se pas kësaj jete kemi një jetë tjetër para se me shku në ditën e tubimit, ditën e mahsherit, kur do të tubohemi që të gjithë para Allah subhanahu wa ta'ala dhe do të japim llogari para madhnisë tij. Dhe alhamdulillah që ne si musliman, Allah na ka udhëzu dhe si besimtar e dim se ka Zot dhe e dim se ka ditë të tubimit. Dhe është knatësi e madhe që njeriu me e ditë, është knatësi e madhe njeriu me e ditë ditën e llogarisë. Mos me qenë ndjenja e njeriu se ka ditë llogarisë, ndoshta si kishte bë disa gjana se ha bon e mirë, ha s'bon e keq, po ta di kërkush, më mirë po rrim edhe s'po bëjmë kur gjë. Por dita e shpërblimit të më parasysh e nësit njeriun me shpresu se nëse e bëj këtë mirë, Allahu kam më shpërbly dhe e bën njëri të mirën, edhe nëse nuk e shojnë tjerët. Po aki është në gjendje me dhënë sasi të konsiderueshme të hollave, sasi të konsiderueshme materiale, edhe pse kërkush se ka pa, për ky këtë e ka bë, për hir të Zotit të vet që e din se ai nuk ja humb mirësinë që ka bë, për hir të Krijuesit të vet. Por i gëzohemi po ashtu ditës së gjykimit, për arsye se e dim se zullumçarët nuk kanë me mbet pa u ndëshku. Njerëzit në këtë botë mund të bëjnë ty zullum, mund të bëjnë të dobëve zullum, mund t'ju bëjnë njerëzve zullum, po qoftë edhe hyjvanatit. Edhe me shku. E pash këto ditë qarkullim në internet, e pash për shembull një video në cilën ishte një shteper i madh, kamion i madh tu kalu dhe mbyti namin e baktis në rrugë. Kjo zullum. Në ditë gjykimit Allahu Teala këtë bakti, këta qenë të rrugës, qofshin nderuam, çdo gjallës e ngjall dhe i bjerë për me dëshmu për ty apo kundër teje. Vjen edhe dëshmon se filani më ka ushqy, filani më ka dhënë me pi, filani është kujdes për mu, dhe ndoshta dëshmia e tij ka mundësi që ty me ta fitu xhenetin. Ku kemi argumenti për këtë fjalë? Hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam për atë njeri i cili kishte qenë i etur, hadithi transmeton Buhariu, dhe zbret në pus, në bunar, pin ujë për veti, kur dhe për jashtë ajo shen një qen, i cili e kishte kaplu, cilin e kishte kaplu etja, dhe fillon të me hongër dheun e laksht, për shkak lakstis që është afër bunarit. Atëherë, ky kur e sheh gjendjen ati qenit, zbret poshtë, mush ujë dhe me këpucën e vet që kishte pas, rivajetet të ndryshme, për e marrë këtë rivajet, transmetim, e ngoj e man vesh mbathën e vet, e mush me ujë dhe i jep qenit me pi. Për këtë punë që e ka bë, Allahu Teala tash qenit çka më të falënderoj ty. Hau, tamam, u kry. Me që kaq, pore s'po t'jep, me të livdu s'po din, në gazet për ty s'po di ku me qu, në televizor s'po del, reportazh me dhon, hau, që ky mu ka bë
Që gjithështu, ku ki me marë? Mi për ti e ke po për hirtë Allahut Ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala e merë për sipër falenderimin për dëbamen mirë që ja ke bo hajvanit. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala, hatri kësaj mirësie që ke bo ndaj një krijese së Zotit, të dobët, Allahu ty të falenderon në atë mënyrë që të merë dhe të fut në gjennet. Po dhe kundërta, ka tregu Muhamedi alayhi salam se një gru e ka fitu xhenemin për çfarë arsye? Se e ka marrë një mac, e ka mbyll dhe nuk i ka dhënë ushqim dhe sjellja e kësaj e këtill ndaj kësaj mace ka bë që ajo mos më mund me ushqy në mënyrë vetanake, edhe kjo se ka ushqy, edhe se ka lënë të lirë me dalë me ushqy veten, edhe kështu ne ka vdek. S'po thon ka vdek. Edhe në ditë kiametit, Allah subhanahu wa ta'ala e ngjall këtane dhe dëshmon kundër teje. E në disa budallë, për shembull, që ishen për internet, e merr macën e gjallë, e shtin furr. E shtin në për ato, që patana me këto furra që pënzel shpejt. Mikroval, për shembull. Për fut macën në mikroval. Allah ju zëft, bëstam Allah i qafin e theft, Allah ju zëft, një hajvan. Andaj neve çfarë theme shqyr që ekziston dita e gjykimit kur kanë me dhanë përgjegjësi të gjitha krijesat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Që gjitha, edhe njerëzit, edhe gjint, edhe hajvanati, edhe hajvani që i ka mshu me brina, edhe ata do t'japin përgjegjësi duke nxjerr hakun e vet. Vjen lopa, e lypte Allah ta'ala hakun e vet, që kjo më ka mshu mu me brinat, ajem ka lëndu i jipet e drejtë. Që ky qenë vjen në kohët të Allah subhanahu wa ta'ala që ky qenë ka hongër. E mirë, a nuk ka në kohët që ky qenë qofshet në dërum për pronart, për njerëzit që po i fusin qenë më hongër në medveti. Për pa njerëzit i bin muzatat i përlajnë, i bin devet i përlajnë, i bin qenë i përlajnë, i bin desht i përlajnë, capat i përlajnë. Mirë, as kanë tutë të Allahu Ta'ala se ti po bëhesh sebeb e këta po mytën dhe medveti. Edhe shpesh e po përfundon në mënyrë fatale, për shembull lufta e qenëve, lufta e gjelave. Edhe unë e maj hoq këtë gjelin e kom speciale ku pagu 300 euro, ku pagu 500 euro. Ky është gjela që paguën edhe 1000 e kusur euro. Racë japoneze, tajlandeze, këtë kung fuja ata, po vinë, edhe për shka, për me mytë këtë gjelin. Leqi që ky që është dëmtu për gjelit të dy zullumqar, që ka me lyp hakun, për njerëzit që i kanë fut në loj, hajvanatin, me mytë një tjetërin, ka që kanë me dhanë. E mos të flasë për njerëzit që i fusin njerëzit në loj të fesatit. A dhe që ka tha filoni për ty, më dhe që shtu për të bëjke, ku është ma që ky? Që ata që në shkoj edhe Zotin arrujt mund me përfundu me pasoja fatale, a i ka cafyti aty në personave dhe ti mund është me qenë sebeb. Prandaj falenderojmë Allahun Teala që ka ditë gjykimit që njerëzit do të japin llogari për të bëmet e tyne. S'ka, valla, jemi ardhë në një botë, qëndrojmë një periudhë kohore, e përfundojmë dhe dalim pa i dhënë llogari kërkuj. E njëri në dynjas për mund me pi një kafe pa i dhënë llogari dikuj, kime shku edhe kime pi dikund edhe kje me pagu. Shqyr që njëzit se kanë ajrin dorë, se subhanallah, edhe ajrin ne këshin bo me parë. Edhe ujin ne kanë bo me para për shamu, e kanë bo. Nëse ai për thotë e kom destilu, e kom pastru, e Allah Ta'ala për ta jep qile bonarin, pi uj sa të dush, ujt Zotit. Po nëzemi me dilë të Zotit, pa pare, nëzemi në përpagujmë, gjdo lejtë në energji se me të e pagu. Mirë po dilën nuk e pagujmë. E ke pa në heret kërë dimen, e në pranvert hershme kër del në heret dili që shkojmë edhe kemë marak kua dili këtë si macat për mi kulem që shërrijmë. Edhe këtë u knaqëm, dili kara pak, a i buaki veç pak o, që kena marak një po të nëzem. Qaj dil, pak, po të nëzhen, do të ka forcën ty me të nëzhe edhe me ndriqu, me të dhënë dritë. Terin, po e largon,
edhe për ta bjerë Allahu Teala dritën. Kur po çkon drita e dillit, ti pastaj po paguon edhe që ndriqimin e këtij vendit e kem bë, po kjo duhet me u pagu. Ditës kem pagu kur gjë, se jemi ndriqu me dritën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj besimtari falenderon Zotin për dhuntin që ja ka dhënë dhe i ruhet Zotit për ndalesën që ja ka bërë. Allahu ma ka ndalu këtë punë, unë nuk e bëj këtë zullum. Se është dita e llogarisë. Unë kam me dalë para Allahut subhanahu wa taala edhe kam me dhënë llogari. Herën e kaluar neve folëm për momentin e marrjes së shpirtit të besimtarit. Dhe e tregom hadithin e Bara ibn Azib, ku kallëzoi se si vinë melaqet dhe se si ja marrin shpirtin besimtarit, muminit. Vinë edhe ja marrin shpirtin besimtarit. Se Allah na ruajt, pasi që është vdekje e pashmangshme, është mirë njëri me i ditë se çka po na pret momentin e vdekjes. Dhe besimtari ka shpirtin e qetësuar se e din se masi kom besim në Allah Teala, edhe momentin e vdekjes do kom vdekjen më të lehtë. E tregum ne herën e kaluam, vinë melaqet me fytyra të ndriçuara, të cilët rrezatojnë po si dilli, i vendosën në afërsi, ky i sheh, njerëzit nuk e shohin. Edhe pse është syni dunjos, ende nuk është ndru, por ja që disa perde hapen. Ne kemi disa perde, ne smujmë me i pa gjint. Qoftë në shiqim, qoftë në zonë. Kemi perde, gjinin së në shofim, shejtanin së në shofim, melekun smujmë me e pa. Këta pa besimtarët, shumë ma marak kanë marak me folë për botën e alienve, ekziston, nuk ekziston, a ka ufo, mufo, Allah që i ka kallëzu, me la që shejtat, ja mare fare si besojnë të sende. Me i kallëzu dikush në gazete, e kena pa të usjel do me dritat, ma vitat, portokaltat, kuqet, saritat, që bojke, e kam besu. Zotë i ka thonë, jo se besoj une, se se kom pa, du të mja vizatu me la që në marë në qarshime tëne, e me thara përdo partigjana Kastraveca, kush e ti jem me la që une fët me kri, me të vletëru, e kom pa një me la që, se në që shijet ma nuk është besim. Prandaj muslimani kur e sheh për gëzimin preonës Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se melekt po mviken, meleku i vdekjes po vjen afër kokës besimtare dhe po i thot o shpirti i qetësuar, dil tek Zoti yt. Edhe ja nxjerrin shpirtin, ja nxjerrin shpirtin sikur pika që del për buza apo për fyti që hyn në mënyrë të butë, pa u marrë vesh, dhe i vjen era e parfymit, e qefinosin me qefin të gjennetit, dhe e parfymosin me parfym të gjennetit, e pastaj e dërgojnë lartë në qiell, vërtetohet pastërtia e besimit ti, pra nësë Allah subhanahu wa taala, pastaj e kthejnë në trupin e ti, dhe në varë fillon pyetja e melekve, kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është pejgamberi i yt, dhe ai që i ka ditë këto me zemër dhe i ka shqiptu me gojë, ai edhe në varë do t'i përsëritet të gjitha ato, se këto i ka ditë, që është në dynja dhe i ka besu. Por, që ka ndodhë me kafirin? Që ka ndodhë me pabesimtarin? Hadithi vazhdon në herën e kalume, për shkak kohës, nuk arritëm me e spjegu hadithin. Për pabesimtarin, të regon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se zbresin me lache me ftyra të zeza dhe i vendosën para shiqimit të ti në largësi sa sheh në horizont. Këti e mushët, shiqimi për para, kreti mushët me lache me ftyra të zeza. Këtë në grupi me lacheve që shkojnë në vizit të pabesimtarë që s'kanë besu Allah Ta'ala, apo e kanë besu në mënyrë të gabume, dhe i ulen afër ti. E pasane zbret meleku i vdekjes, i cili vjen me fjalë të ashpra, dhe i thot, o shpirt i keq, o shpirt i prisht, i thot, del në hidhrimin e Allah Ta'ala. Tash ty shpirtin Allah Ta'ala ta krijoi. Edhe vendosin trupin tënd.
Në botën e shpirtrave, ne kem thonë herë në kalume se Allahu Teala para se me kriju trupin, e ka kriju një herë këtë botën e shpirtrave, këtë shpirtra. Në atë botë, të gjithë shpirtrat e pranun Allah subhanahu wa ta'ala. E pasane kur erdhëm në këtë botë, disa shpirtra u bon prej e mashtrimeve të sytjeve të shejtanit, që na mashtrej babën tonë dhe e dëbëj prej gjennetit, dhe e përlyën besimin e tyne. Ato e dishën se Zot ka, se e pranun. Allahu Teala tha, a jam unë Zoti ju i lartësum? Thanë po si, kalu bela, ti e Zoti ju. Mirë po pas të ne, pas e u bon prej e epsheve të tyne, pas e u bon prej e sytjeve të shejtanit, mashtrimeve të shejtanit, edhe e përlyën besimin, dhe shkun të Allahu Teala si mohus. Në vend se me rujt poimin, shkën si mohus. Prandaj, kur vjen me la që i thot, o shpirt i prisht, i prish, s'kena zbrit që qështu. Me la që kur të kanë vendosë në trup, kanë vendosë të pastërt, dhe sa ti i prish. Tesha e shpirtit, kusha, u alibasu taqwa, është takvallëki, devotshmëria. Sikur që trupi ynë fizik, ka tesha dhe ne mbulohemi për mos me u pa vërejtet tona, dhe për më dit një kulturë dhe civilizimi yni, kështu është edhe shpirti, e ka mbulesën e vetë. Allah Teala e ka quajtur që tesha, mbulesa e shpirtit është takvallëki, ose është devotshmëria. Prandaj edhe ka thonë, wa libasu taqwa khair, dhe tesha e devotshmërisë është ma e khairit, ma e mirë. Tesha e devotshmërisë është ma e mirë. Sa ma e mirë të jetë tesha e devotshmërisë, e takvallëkit, aq do të jetë ma e plot tesha e trupit. Sa ma e grisun, sa ma e shkyt të jetë tesha e takvallëkit, aq do të jetë më e shkyt tesha në trupin ton. Prandaj imani, devotshmëria sa të jetë më e madhe te femra apo mashkulli, aq do të qe edhe që ka trupin më të mbulum. Sa të jetë më i shkatërrum, edhe më e grysur, më e shkyt, do të jetë më e shkyt edhe tesha e trupit dhe do të vrem zbulime të avreteve. Ky shpirt nxerret pasane, pasi që me la që i thot o shpirt, i prisht din hidhrimin Allahu Teala dhe nxjerrin prej trupit sikur që një lesh i lagut që nxirret me therr, prej trupit, jo sikur pika e ujit me dal, po prej kret trupit me dhimbje të mëdha do t'i dele shpirti qafirit, që me një dhimbjen, fillimi i azabit po fillon. Qysh momentin e tërheqjes së shpirtit që e marrin, ja ke pa njëri kur e me predikuj me të but, apo ma jep, ja jep, tamam. Po dikush me ta marr telefonin prej dorës me nguti, ama mund me ta nxjerr krahun prej dorës, me dhunë, me ta marr. E ti paramendo shpirtin çfarë ndjenje është kur kanë me nxjerr prej trupit me dhimbje të mëdha. Atëherës me laçe që ishin afër kur det shpirti e marrin dhe e lidhin me një tesh të vrasht të xhenemit, në të cilën i vjen kësaj teshës era sikur e coftinës qofshit të nderuar. E pastaj e marrin drejt qiellit dhe kur kalojnë nalt te dera e parë e qiellit dhe përmendëm edhe herën e kaluar që qiellit kanë dyrë të cilat janë të mbyllura dhe nuk lejohen me kalu për e poshtit derën tjetër përveç se me lejen e Allahut Teala, dhe pyesin ç'është kjo erë e keqe. Për besimtarin tham, me la që thënë ç'është kjo arom e mirë, se e kanë parfumos me parfum të xhenetit. Dhe sa era e këtij edhe nalt kanë me undi, prandaj thash shisat tona nuk i ka plen këtë gjana. Që aty në del shpirti, ne nuk jenim as aromën e mirë besimtarit, po as erën e keqe të pa besimtarit, kafirit i cili del prej trupit. Atëre thuhet ky është filani i biri filanit,
edhe e thirin me emrat më të këqij që i ka pas ky në dynja. Emra më të keq, se më të thonë kjo kon qaj ateisti, i pa feti, që kjo kon qaj që shajke, mohojke, që kjo kon, që kanë qujt njerëzit besimtarët me emra të keq, me çato emra kanë me thirr edhe me laqet nalt. E pastaj në thot, nuk i hapët dera e qilit të parë. Besimtarit i hapët dera, shkon të nalt. Pa besimtarit nuk i hapët, dhe argument për këtë keme surat e Araf, ajetin e 40, dhe Muhamedi alayhis salam e ka citu këtë ajet, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atyre që i mohojnë argumentet tona dhe ndaj tyne sillen me mendemasi, dyert e qiellit nuk do t'ju hapen. Argumenti Kur'anit surat Araf, ajeti 40. S'ka me u qelë Allahu Teala derën me shku të nalt edhe me u pastru. E shini filtrimet, se po shkon të është me një bot kret tjetër. Për me shku në xhennet, ti duhet me fitu me pastërtinë e besimit tënd. Pastaj trupin po ta lajnë, gjenazën po ta lajnë. Po pastrohet edhe trupi, këtë mënyrë simbolike se ai ka mu bë dhe. Por me ujë po pastrohet për me u fut në dheun e pastër. Pastaj po pastrohet edhe shpirti me duan e besimtarve. Ka thënë Muhamedi se nëse 40 vet të bohën dhe falen namazën e gjenazës për ty, dhe lusin Allah Teala për falje, Allah subhanahu wa taala hatri këtyne 40 muslimanëve nuk e refuzon dua lutin e tyne dhe ja fal mëkatet, gjunahet këtij personit. Se po shkon në një botë të pastër, prandaj edhe pastërtia është, prandaj kërkohet shumë më të madhe teubeja, me kërku falje për anës Allah Teala, që Allah më na i fal gjunahet, se ti po synon botë pastër, s'ka në të botë me shku i përlyt. Prandaj nalt s'ka kufër, nalt s'ka erë të keqë, se atje është vetëm tokë e dhikrit, botë e melekve. Nuk ka mundësi me shku e keqja të nalt. Prandaj nuk hapën dyert, rrin byll. Dhe Allah subhanahu wa taala thot, nuk ju hapën aty në dyert e qilit, më parë kalon një litar i trash nëpërmjet zgavrës së gjilponës, se sa që ata kanë me u fut në xhennet. Ajo mërmendja që një litar që lidhet lopa ose është që e përdorin për punë. A hen litari, i trash për shembull, a hen në përgavër gjilponës, tash ti filozofat e bëj një gjilpon të madhe, edhe e shti litarin e bëj. Apo flasim për gjilpon. A mi bo vetit qef, bën. Që ka thonë Arusha, ka thonë si vjetë dimën, ka darda 700.000 herë ke përmend. Ku bedin, po ma kona, e ti tash mush vetit mja vizatu që shdën. Ti mush vetit tash me marë mja vizatu një Ferrari, edhe me thonë, i kom hypë sot me Ferrari, i kom hecën, ati ke ardë në përshi, në kom, pezojmë, në për dil, në për borë, në për... A i ke bo, po atash vetit bolja qefin ti. Mush mja vizatu vetit palatin më të bukur në tokë, edhe me thonë që kjo është imi, e po këtë keshen me ty që budalla, i ka hypë skijave që kjo edhe, po këtë se për një me, shpia e vetë. Atëhere, thotë Allahu Teala, regjistrone librin e veprave të këtia në Sijjin. Që kanë shpjeguar disa prej sahabëve, kum lidhen veprat e të këqinjve, kanë thonë është në palën e 7 të tokës, Allah e din më mirë, por është vend ku shkruhen veprat e pabesimtarëve, edhe ruan ato, që me i marë edhe xhenemlive me u tregu. Qilën e arkën e veprave xhenemlive, lexoni ju atyne se çfarë ata kanë vepru. Dhe e lexoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam ajetin në cilën tha Allah subhanahu wa taala, ata të cilët menojnë se Zoti ka diçka të barabart ose është i njëjtë me ta, do të jenë sikur ata që bie prej qiellit, prej naltit, në surat Al-Hajj ajeti
31 që i kanë spjegu ulemaja të tefsirit, komentatorët e Kuranit, se pabesimtari do të bije për qilit. Veç mendimi për një ramje të tillë, subhanallahu, është e trishtueshme. Shpirti po gjuhet na e pam atë në prej 36.000, 39.000, disa metra u gjuhit ai, e deri sa ardh poshtë, sa minuta bëni. Edhe hala në atmosfere, stratosfere, troposfere që ne kemi mësu, hala aty ku e doran tesha, e bo me prej njerëjut, e doran mos mu kallë. Dërsa këto yje që i shofim neve lartë, kjo që hëtë qili i parë, dhe na flasin neve për miliona vite të dritës, që është lartë me shku, në hadith ka ardhë 500 vjetë largësi. 500 vjetë largësi. Dhe ta është i parameno ky bie të poshtë, prej natit të poshtë. Dhe këtë e përjeton, subhanallah. Shpejtësia është marramense dhe është prej azabëve të para, e pastene vjen trup dhe në varë vin me lachet dhe e pysin. Dhe i thëjnë, men rabbuk, kush është Zoti yt? Thot, që përgjigje çka është, Përgjigje kush tjep ti që qështu? Qëshia jemi, ku i ki mend be djallë? I hutumi tjep kështu, përgjigje. I hutum, se deri dje më hojke, le bosë pat një ndikush, Allah i le pas ka denja, kush a që me na neve, me na kalzu neve, pada. E pasane, kur vjen varra dhe i vjen me laqja, edhe i thot, kush është Zoti yt? Thot, e pyet pasane, qfar fe e ki? Thot, qfar fe e ki? Kush është pejgamberi yt? Cili pejgamber o dërgu të populli yt? Thot, la adri, se di, zdin. Atën ditën i ke kallëzuat, i thuj la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, a i ban hajgare me ty, thot muslimat e besojnë një njëri që pretendojnë që kon pejgamber, e ka emrin Muhammed, këtë kam i harru natën e vorrit. Edhe pse do shta me dorë të vetë e ka shkru, që muslimat e besojnë që tëne. Edhe ky flet për muslimat në vetën e tretë, thuj se vetë na ka arë për tunguzis. Që nëna vetë, së konë familjes muslimane, e gjyshja vetë së konë familjes muslimane, ky aq larkë e njën vetin prej fesë së prindve të vetë, edhe i do këtë veti tuj se po fletë për dikant kret tjetër atjene, si për naj ka tunë të Spanjës, apo të Afrikës, si di emna tunga, edhe ky fot qashtëne për islamin. Pandaj, a i një të i vrejtë, përgjigjit jenë zikur njëre të hutum, nuk pëden se qka është tu indodhë. Atëherë vjen një zop prej qilit dhe thotë, ka rajt, ka gëny, se ky ka përgënjeshtru vazhdimisht, po qëfar mëre, leme se zotë s'ka, ba hala me kësi, është një gjë shpifur, a e shpifur, ani, për që të punë thami, elhamdulillah që ka ditë gjykimit, që shim ledh, që shgëzohen ata krymat të natën e vorit, më këtë dhe kanë me nangër, më zgujtoni që veç ata, ama trupin që ta hajnë ty në varë, ata gjarpinda, apo ata krymat, ata krepat, ata shka ka ty që ta hajnë, atë trup që ta hajnë, besimtari nuk e njën, se aj trup më nuk i vinë, se Allah po e pregadit për një dimenzion tërsisht tjetër. Po ama ka azab tjetër për cilën do të flasë bidhë një lajtë ala në vazhdim. Atëre ka me thonë, ka rajt, në ka përgënjeshtru, vish një teshet të gjehnemit, dhe hapnja një derë të gjehnemit. Edhe teshat, edhe i hapët një derë për gjehnemit, për me e pa vendin e ti në gjehnem, edhe ky e nin atëherës erën e keqe edhe vapën ashpërsin e nxehtësi së gjehnemit. Subhanallah, ka sa më të keq. E me marë dikush me të qitë dhe me pase, qëfar burgë bëdën me të quen, qëfar vendit, qëka kanë me të bon ata me shaminja, qëfar masakre e sende, e mjafton për njërin më u trenu kret për i mërzis, e lemo me e pa ti, për shembull një lavë vulkanike, kur po e sheh një programe dokumentare në ere, se si po ec, edhe qka po gje për para, me njëhe po e shkrin,
njëri çfarë trishtimi po e nin, çka nëse kishte me mkap që ajo llavë vulkanike, çka i kishte bë trupit tim, një e le me fol për një zjarr i cili është 70 herë më i madh se sa zjarri i dunjas. Zjarri i dunjas është një 70 pjesë e zjarrit të ahiretit. Atëherës kur e sheh xhenemin, atëherë ja shtrëngojnë varrin. Atë shumë ja shtrëngojnë varrin deri sa ja përzin brinjt. Gjithmonë po flas bas hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se ka pas sahabe, për shembull Saadi, është dridh arshi, Saadi ibn Muad, është dridh arshi i Allahut subhanahu wa taala në vdekjen e tij dhe 70.000 melek kanë zbrit me afal namazin e xhenazës. Dhe kur i kanë pa njerëzit, një grup të njerëzve që kanë ardhur dhe i kanë pas disa tesha të mëndafshit, e këta gjuna me fukarallëk të vetin, e kanë pas prej leshit të devës do tesha të ashpra, të vrazhda, ndërsa kur kanë pa butësinë aty në teshave, që na nuk ja dim hiç kimetin teshave të buta që i kemi në trupin ton, ka pa Muhamedi që ju kanë met synt edhe pikëshyrin, jën habit, çfarë tesha? Ka thënë po habiten me këto tesha. Ka thënë vallahi mendil. I Saadit në xhennet është shumë më i mirë se tesha që i të i pa. Një mendil që i thënë të na mi fshi qyrrat. Mendil që një nuk e llogarit kur gjë, mendil. Ka thonë është shumë më i mirë se sa tesha. Qëti Saadit, edhe që ta e ka shtrëngu vorri. Në vorë, kur të futemi që të gjithë vllazër, Allah na bëf të lehtë. Që të gjithë do të na shtrëngojë varri, pa përjashtim. Ka thënë Muhamedi se me pas shpëtu dikush për shtrëngimit të varrit, kishte me i shpëtu Saadi. Që të gjithë ka me na shtrëngu. Mirë po, mbas imanit dhe veprave të mira që i ke vepru, shpejtësia do të jetë e lëshimit. Ti je prej dheut dhe kthehesh te nona, te dheu. Se jemi të kriju prej dheut. Dhe mas pari hëzhel dhe në ka me të shtrëngu. Se a kemi bona gjina, ka që Allah sa të dënë. E hidhrimin në një farë formë, këtë formë. Pastaj besimi, imani, urdhërot to ka merë shok. Se ka besim ka me iman ky person, edhe e lëshën. Po për pa besimtarin s'ka kush bën shefat. S'ka kush ndërmjetëson me thonë shok. Prandaj ai, kur të shtrëngohet, i përzihen brinjt kështune, para mëna këtë dhimbje do të ndije deri në ditën e ringjalljes. Dhe jam të fol gjithmonë për natën e varrit. E pastaj kam i ardh një njeri me fytyrë shumë të shëmtuar dhe me tesha shumë të përlyta dhe me erë shumë të keqe, kam i thonë myshde të përgëzoj që kjo është dita që tu ka premtu. Këtë ju ka premtu. Edhe xhenetis ju ka premtu xhenetin për besimin dhe veprat e mira që i bëjnë, edhe xhenemlive pa besimtarëve ju premtu xhenemi për veprat dhe pa besimin e bën, për veprat e këqija që i kanë bërë mos të gjoshmërinë ndaj krijuesit tyne. Tu ka premtu kjo ditë. Mos thuj, se kom ditë me pas ditën tu ka premtu. Dhe ti ke ndajt kokë fort në qëndrimet e tua, atëherë Allah subhanahu wa taala ta dërgon veprën tënde në formën e një njeriu të shëmtuar. Dhe ky e pyet thot, kush je ti që po vjen me këto lajme të këqija dhe me këtë fytyrë dhe tesha të shëmtuta? I thot, unë jam vepra jote e keqe. Unë jam që ato që s'ke fal namazin. Unë jam zinaja jote, unë jam rakia jote, unë jam kamata jote, unë jam zullumi yt, unë jam mohimi yt, unë jam sharja jote ndaj fesë dhe besimtarëve, unë jam, të gjitha tu ka të bu gjunahat dhe e kanë formu një gjë të tillë dhe për thëmë përsëri këto janë prej Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirë njëri nëse vjen edhe thot, po mirë, une e kom qelë vorrin edhe unë nuk po shof në tëne kësi gjana, as dyshek s'po shof, as tesha s'po shof,
as njëri, as me lache, as gjë nuk pash, as gjennetit, as gjenemit. E kemi shtyje, kemi këqyrë, s'ka kur gjam. Se në ata varrit përjetohet kata sjell, ndash vdis ndeti, vorst kanë shti, ndash vdis në lis, nalt, edhe mujnë kërkush mos me të marë, ka shku në qyshet një malit edhe ka varë vetin me mu deri sa bo eshna, ndash eksplodo në aeroplan, ndash ka do që cop e gri mu bo, nata e varet do të përjetohet për gjithë njësoj, se i kemi të bëjmë me një botë që nuk është sikur e jona. Djetarë, që ka ju kanë thonë që të ne, të cilët kanë thonë se ne nuk po shofim. Ka thonë jemi të folë për një botë tjetër, dimenzion tjetër, që logjika jo njëherë mas pare se percepton. Sikur për shembull ati në barkë, mi thonë, a i ki mi gjdu u knaqa, sa ti vjen mirë, fëmija nënë mu në barkë nënës, hanë, penë, rrinë, ngrotësin e nënës, kur vjen në këtë dynja, kanë në ngrati, o ma për ishe të ratin, besa mike, sarat. Mi thonë ati, është një dynja, ka fusha, ka male, s'ki me hangër veç qëto, po kjo, shumë sende ki me hangër, lebe, thot se, kush ka njeve pas e dynja me në kalëzu? S'besën, ma mizë që duha ka. Me pa Allah subhanahu wa ta'ala, për banë pas e në me ardë dita dhe me e pa keman, këtë dynja, tash po shofim, që me në pas për dikush bark në onës, asesi, s'na ishte mush, mende, sikur që ta që nuk na mushet mende këto lafe që po i dëgjëm. Pas kësaj që kanë ndodh, ka thënë djetarën, zjarmi që do të përjetojnë ata në atyne, nuk është zjarm dynjoje që ti me e pa me sy. është tjetër lloj azabit. Mirë po, a nuk është interesant për shembull, që ne me nejtë pranë njënit qëtu që po flenë, ja prindit, ja fëmijët, ja grus, ja burrit, edhe ai diçka, një fasikleti peshojmë që ky ka diçka, ose në herë po kesh, e qanë gruja, qka po, mos po diçka, jo dhe pasha zotin, jo, ku me di ky qka ka po, ondër, e po kjo, po e din që ky, diçka ka po, në ondër. Dhe më gjutë dikush me na spjegu njëve ondër, me thonë kum pa ondër, pëse pi besojmë një? Edhe pse na, për shembull që ty jemi, edhe asë njës përshojmë kur gjo. Po, kur për ngritet e për do të pash ondër. Edhe na për i besojmë. Po mirë, na pëspithojmë, që asë rajbe pash ondër, që tu kesh jone. E pash baba, për qëfar bab? Që ku kesh jone? Pash të hongër që shtu, e pash të la që tu, e për qëfar? La me ndysh e ke konë, s'ke bo kur gjo. Apo i besojmë? Po i besojmë. E nëse njënën e besojmë në shtrat që ka po një ondër dhe ka përjetu diçka në ondërën e ti, atëherë gjithsesi se edhe i vdekuri përjeton gjana. Por dallimi është që ky në gjumë përjeton me shpirt, por nuk bëhet azab trupi. Dhe sa në varr do të bëhet azab edhe trupi. Dhe për këtë kemi argumente edhe prej Kur'anit, edhe prej Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Allah subhanahu wa ta'ala na tregon për faraonin edhe pasust e tij. Allah e ka përgatit për faraonin e Musës alayhi salam, i cili ka qenë udhëhec i Egjiptit dhe sundimtar i dunjos kohën e Musës alayhi salam. Faraoni thot Allah subhanahu wa ta'ala kam ju nënshtru azabit mëngjes dhe mbrëmje bashkë me pasust e vet. Thot në surat El-Ghafir ose El-Mu'min, ajeti 45 dhe 46. Allahu Teala thot Allahu e ka rujt Musën a.s. prej kurthave që ata ja banin atij, ndërsa fatkeqësia i goditi njerëzit e faraonit. Ata çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje do të digjen në zjarr. Sabah, akşam, për këta ka azab të posaçëm. Për këta, speciale është për faraonin që i ka thënë vetit Zot, edhe për pasust e tij. E kur të vije dita e Kiametit, se ka mundësi njëri me thonë kjo është për ditë Kiametit, po ditë Kiametit në xhenem nuk ka sabah, a e krytëm s'me në parë, ndrimin e parë, po e ndrek pushoni pak. Qëta është pushoni. Luni pak sport, futbol, këshoni nëj doktor, në t'ja ndrejqe varrët që një djek, një përgjit, sende. E ka kështu?
E dy 24 saat jo, po aty mos vetë që shë pandër prej azab. Dhe sa në varr ka mëngjes dhe në mbrëmje për faraonin, të merrem i vesh, jo për secilin, dhe pasust e tij. Dhe kur të vijë dita e gjykimit, po thot Allahu Teala, thot Allahu subhanahu wa taala, futeni faraonin, njerëzit e faraonit, futni në azabin më të dhimbshëm. Që në më thonë, mi thonë vetit, unë jam Zoti. Shqyqoni, sa do që jenë njerëzit pa ftyrë, asë njën e zonë ka marë guximin me thonë vetit, ose me emërtu emrin djalit, me avu emrin Allah. Si alen Allah subhanahu wa taala, një paftyrësi të tillë. Faraoni, dashti me rrit mendën, Allah e pashtroj, e mbyti, dhe kësi azabi i dha në varr e lemo për ditë të gjykimit. Dhe sa në ditën e kiametit, në vërtet hadithet që flasin për azabin e varrit, e kemi një hadith për Imam Muslimit, subhanallah, në cilën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë një ditë me gomarin e vet, qofshin dëru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ndëmadh, jo vallahu në veç devën më të shpejt, kalin më të shpejt, sypin ndryshe përveç se në mjetet më të mira. Jo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej më modestëve në sipërfaqe të tokës. Ka qenë gomar mjeti i udhëtimit i ka hyp gomarit. Ka qenë mushk. S'ka pas mjeti i udhëtimit, për ka ecën kom. S'ka pas dert Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E atë ditë tregon Zeid ibn Thabit, sahabia i pejgamberit alayhis salam, thot, ishëm tu kalu, thot, me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rreth disa varrezave të fisit Beni Najjar. Dhe thot, ishim afër. Pa prit mas gomari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që ishte Muhamedi sa përmita, filloi me u trem, edhe me këcym diçka u trishtu, edhe gati se e qiti Muhammedin alayhi salatu wassalam prej shpinës. Atë shumë që u trishtu. Atëherë thot, nuk e ditëm çka u bë, po që aty afër i pam diku një tuftë të varrezave, diku 4, 5 apo 6 varreza. Dhe pyeti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush i din varrezat e ku janë çto për juve, shokëve ju tha. A di dikush më thon, varrezat e ku janë çto? Njëri prej tyre tha, unë ja Rasulullah, jo. Tha, kur kanë vdek këta? Tha, këta kanë vdek në kohën e shirkut, para se më u bë musliman. Tha Muhammed alayhi salatu wassalam, janë të u bë azab në varrezat e tyne, mos me qenë se edhe ju do të varroseni, kisha me lut Allahun Taala që t'u mundsoje juve me i dëgju zanat e azabit që po i dëgjoj une. Mos me qenë se po më dhimbseni se dhe ju keni me hinë vërë, kisha me lut Allahun Taala me një qëfar zanat, qëfar azabi janë t'u bë në varr e t'i dëgjoni se çka është të ndodh me ta. Zonin, se bëmë dhe sa më dhe të varë i harrova, kur futet në varr, pasi që dështon kafiri për më përgjegjë në pyetjet e melekëve, vjen njëri dhe e godet aq fuqishëm me çekiç, sa që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja pas mshu një kodre të madhe kishte me bë pluhën. Asi goditje e madhe dhe e dëgjojnë zonën e tij të gjithë përveç njerëzve dhe gjinëve. Gjente dhe njerëzit e namdra që së një. Para me nëniri me shku, me dëgju zonën e vladit, me dëgju zonën e prindit, atëhere hala pa u këtu në shpe, ishim dek në akret që aty në varreza me një zatë madhe, sikur që i ka dëgju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe alhamdulillah që nuk e dim se çka ndodhi me ato që është përfundi, sa atëhere zate edhe hup edhe urtësia e sprovës. Nëse çdo sa kishim me pa, atëherë mos kishim me qenë të sprovuar, sa atëherë për një me njerëz ishin kthy këtë besimtar. Allahu Teala i ka lënë disa gjëra të mbyllta. Që ti më thon, a thumër është për një me? Ja, më është aso për një me. Hajt më pikojmë edhe në ditë. Një jetë i kemi që shtu ne
jemi sot për sot, nesër për nesër, që thënë të nanë për Izrael, bugjyn e jarën dy gyne, sot për sot, e nesër dhe një dasëm, shkojmë, opet, hajmë, dikun qetë sot, qka kej, haj, kreta, që i ki. E që qështu në disa, njëherë ke marë në këtë jetë, në këtë botë, të knaqemi sa të mundemi, se nuk kemi mundësi edhe njëherë me e përsërit, po qështu, jo dhe njëherë mos kime përsërit ti. Jo, që vish edhe njëherë e rekverc ti. Edhe me thonë, gjithë ti që të kalon, mos ka përsëritje, mundësin e ki sot. Ose me u këthy dhe mu pëndu për të keqen e bome, ose me shtu veprat e mira për të mirat që i ke bo, që me ngrit vetin, sa malet. Ki pare ndërtën një katë shpi, ki pare ma shumë ndërtën 2, ki pare ma shumë 3, 4, 5, 6, 100 katë për ndreqen njerëzit. Që qështu i ki gjennetin. Ki veprat mira, inshallah Allah të më shëron futës gjennet. Po ki halo ma shumë veprat mira se që ky Allah të qënë halo ma shumë, po ki halo ma shumë, po halo ma shumë qënë, po mo, shumë hatë me kombo, po ty halo të qënë ma shumë. Sa ma ti për veprat mira, ashtë do të ngritesh ma lartë. Sa ma pak veprat mira, ashtë do t'jesh më ullet. Sa ma ti për veprat këqia, ashtë ma poshtë do t'a kesh vetë gjenem. Gjenneti ka deregje të nalë, gjenemi ka daraka. Daraka janë shkallët që shkojnë të poshtë gjuhë arabe, shkallët që shkojnë të lartë quhen deregje, shkallë të lartë që qënë gjuhën arabe quhet shkallë. Shkallët që qënë të poshtë quhen daraka. Innal munafiqina fi derkil esfali minan nar, munafik dyftyrshat që me gojë thëshin jena musliman, e me vepër e urrejnin islamin dhe musliman, urrejnin fejnë Allah Ta'ala, këta e në dyftyrshat munafika, që Allah i këta i fut në shkallën më të ullë të gjenamit. Sa ma poshtë gjenamit, azabi është më i madh. Sa ma poshtë prushit, nxehtësia është më e madhe. Venedorën për mi të kallë, po shtirë fund prushit që shka të bënë, sa ma mranda prushit qa që është nxehtësia më e madhe. Prandaj, subhanallah, Muhammed a.s. me pyti dhe ju të regoj se janë të ubo azab. Të regon po ashtu edhe Aisha radiallahu anha, thot, ja Rasulallah, mërth një gru, po të regon Aisha radiallahu anha. Thot, ert një gru prej jahudikave. Hadithën e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thot, ert një plak jahudike e Medines. Jahudit në Medine, e kem të sejke dhe në kalume, janë ardhjen vendos në pritje të ardhjes së pejgamberit të fundit, Muhammedit a.s. Por, kanë mendu se ka me qenë që fut, se kanë prit që është për arabe, pra ndaj edhe prej nati, pëse so për e tyne se kanë pranu, si kur do, që dojnë mu bon, si kur ata jahudit e parë. Sa shqiptara, arapo Muhammedit, se pranaj, masi s'ka full shqip, ani, ti shkon, me gjata që kanë full. Dhe këtë kanë, edhe Musa a.s. së konë Evropian, o konë jahudi, edhe Isa a.s. së konë Evropian, o konë jahudi, po e pranojnë krishtert si pejgamber të tyne, jahudit e pranojnë Musa a.s. si pejgamber të tyne, kush nuk ka thonë, jo valla, masi së konë, i Gjermanis, s'ka dit Gjermanisht, a ka dit Isa a.s. Gjermanisht? Jo, s'ka dit me thonë najnë? Ja. A ka dit frangjisht? Jo. A ka dit anglisht? Jo. Evropiani se thot këto, se e merë si besim, nuk e merë si këmpë. Si besim e besën. Prandaj dhe quhen eri kitab, pasus të librave. Dhe neve e pranoj Muhammedin a.s. si dërgum të Allahut, se Allah i ka thonë që e kom dërgu një pejgamber. Prandaj jahudit kanë pas dije fetar, më tepër se sa që kanë pas arabët e Medinës që janë konë mushrik. Ata s'kan besu, sikur që kanë besu jahudit, ata s'kan besu në pejgamber të Allahut Ta'ala. Ata s'kan besu në libra. Mushrik të Medinës, arabët të Medinës nuk kanë besu që ka pas Musa a.s. pejgamber i Zotit, ama jahudit e kanë besu. Edhe jahudive ju kanë ardhur habere, të cilat shpesh herë apo ka dit nga i herë me qenë edhe të vërteta. Edhe mi ju thonë muslimanve, qështu ndodh. Ka një plak jahudike edhe i ka thonë Aishës radiallahu anha, kjo plak i Medines. I ka thonë banorët e varrezave dënohen në varrezat e tyne. Aisha radiallahu anha, kër ka pa që i prej saj, jo muslimane, po vjen ky lajm i ka thonë, ja mërë qëfar. Jo, së është e vërtet kjo punë. Pse? Dhe me këmë së këmë një për Muhammedit a.s. ti ka ardhë më kalzu mu, këtë mesera. Sikur në herë të një në mileti jonë që
ja kallzon ai mesere tipe der. Mulla Felanës më ka kallzu kanë tu ti sa je çu më kallzon mu këtë mesere. Dhe po kur ardh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, ardh një grup plak jahudik e Medinës, edhe pretendonte që banorët e varrezave dënohen në për varrezat e tyne. Dënohen në varrezat e tyne. Thot, po une e mohova, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e ka fol të vërtetën. E ka fol të vërtetën. Me të vërtet, ata dënohen me dënim që e dëgjojnë të gjitha kafshat, ka thënë Rasulullah. Që hadithet e Buhariut dhe Muslimi. Qëta është ti mu, mos më më këta, në tash me thonë, lebe. A ngonë dhe qani jam, po dhe qani rritë, pa, lebe, olbe, qa ke folbe, le, s'po ta tha bune. Se ti s'mush me më hu, po shko pyte qani, a e njën Allah i leti, a në të 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 qani, halo, jo, se njën e. Ose maca, a e njën ti që dega që po bot azab, mjau, me thonë, ja, parren ogja. Une asë kom marrë lajmi prej macës me të thonë, po, asë kom marrë prej macës me të thonë, jo, po këtë po unë, po ta të regoni dërgumi Allah të are që ka arme në mësu, fejnë, besimin. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam po të regon se kafshët e dëgjën azabin e varrit. Thot, pastaj Aisha radiallahu anha, pas asaj, që Muhamedi alayhi salam e kom pa të bë dua që Allah subhanahu wa taala me e ruajt prej azabit të varrit. Shekarboni na tregon se është obligim me lut Allahun taala mas namazit, mas i të falë, me kem këny Rabbana deri në fund, edhe me thonë o Zot na ruaj prej azabit xhenemit, wa min adhabil qabr, me na ruajt prej azabit të varrit, wa min fitnetil mahya wal mamat, me na ruajt prej fitneve të qenë gjallë dhe i vdekër, të qenë gjallë po marrë i vesh për i vdek, i kanë spjegu lemaja në momentet e vdekës që të vinë shejtanët dhe munohen me të nxjerr prej dinit, wa min sharri fitnet mesihit dajjal, dhe na ruaj prej sherrit të dajjalit. Çto katra kursi ka lënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam pa i lexu dhe ka thënë kush i lexon Allah i ka më ruajt për azabit varrit. Allah e na ruajt. Prandaj mësone me lexu këtë dua, mësone në mënyrë që me kërku falë te Allah subhanahu wa taala, që Allah më na ruajt prej zjarrit të xhenemit, prej azabit të varrit, prej fitneve të qenë gjallë, mos me të vë fitne dikush, me ta mush menden, me dalë në sërnisht edhe me thonë, kështu ose ashtu edhe më duk një valla mirë e ka, se ku një dit një motë që më thirin telefon për burrin e saj dhe u anku që burri tu qenë me namaz, kanë fillu i ka hinë shejtani, ka po vezvese, ja ka qitë disa vezvese për punën e besimit, e timanit e sende, edhe shoqënia e keqet merr në qaf, shokt vend se me i nejt afer, mos me la me deviju, këta kure kanë po që ky pëllëmëtit diçka, bla 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 bla, këta e kanë la. Plus, qëka i kanë bo shoqënia? Shoqëni budal. Që i kanë bo? Kanë fillu me e përgoju. Me aderi ky, qa po flet, ka një që shtu në ky, shtranu ky, ishbo ky, edhe në vend se më mënu, me ndihmu, me nxjerr prej gjendjes në cilën është, ata në halatu e përgoju Allah ju zëft. Prandaj, ka mundësi që shoqënia e keqe të menë qafë, shoqëni gjahil, nëse me i një mund. Ka mundësi dënjoni për juve me pas në herë në i shybe, dhe thotë hoqë në herë për kom shybe. Shejtani që të punë e ka. Ka thonë Muhamedi alayhis salam, do që vjen shejtani edhe ju bën vezvese juve dhe thotë kush krije filanin, kush e krije filanin, kush krije ty, fund thotë kush e krije Zoti çaj që të ka kriju ty, kush e krije? Nëse kjo ju ndot, ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kthene fytyrën e juve nga ana majt, edhe 3 herë në majt gjumës, thuja a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkoj strehim te Allahu për shejtanit të mallku, se shejtani të bëj vezvese. A ka njëri që zikar kjo vezvese, po s'ka vllai jam. Pse? Se shejtan se cilë e kemi me vete. E tash dikon dhe ma gjatë, ja shton vezveset ma shumë, ose ka shoqënin t'il, ose lexon, ose ndikohet prej të keqet ma shumë, edhe ka mundësi që me deviju, ta shoqënia e mirë nuk bën me lshu aq let vllahun e vet. Tu e dit.
që ka gruan muslimane, vetë muslimane me namazë, me sanë të që kanë fillu disa dyshim, mos u largo, edhe nëse ai i bën gjestet, edhe gjanat të cilat Allah nuk është i kënaqur me to, por ti ke më mundu deri në fund me ndajt edhe me ndihmu me dal prej asaj gjendje. Allah na mundsoft inshallah me dal prej kësaj bote me iman, ja Rabbi. Allah na ruajt prej fitnegjive, edhe prej fitnes para dhënies së shpirtit që vjen shejtani dhe të thot mos vdes si musliman, po vdes si kështu, se vdes ashtu. Prandaj kur ta bën këtë dua namaz, inshallah Allah i ka me truajt prej cytjeve të shejtanit, që mos me mund me të nxjerr prej dinit momentet e fundit të jetës, që ka thënë Islam, kur i mbetet njërit një plon para se me vdek, vjen edhe del prej dinit dhe bëhet për banorëve të xhenemit, edhe pse ka vepruar vepra xhenetive, dhe kur i vjen vdekja e disa njerëz që ka vepruar vepra të xhenemlive, po një plon para se me vdek, Allah e uzon dhe bëhet për banorëve të xhenetit. Këtë varet prej mendimit të njeriu që e ka ndaj Zotit vetë. Allah na bëf me pas mendim të mirë, ja Rabbi. Allahi, insha Allah, na e bën të lehtë dhënien e shpirtit, të lehtë natën e varrit, të lehtë ditën e ringjalljes dhe të lehtë ditën e dhënies llogarisë, e na bashkoft me pejgambert e me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.